Ndëgjova komentet me thonë të vërtetën, unë jetoj që 33 vite në Gjermani, kom vozit edhe në Kosovë 20 vite. Po? Ka shofer, që edhe në Gjermani, edhe në Kosovë janë shumë kujdesshëm, por ka edhe një pjesë që nuk janë kujdesshëm. Edhe një e kom vërejt nëse janë në Kosovë me regjistrim të veturës të jashtëm, asë njëherë nuk kom përparësi. Kur e marrë me qira veturën në Kosovë dhe voziti, e din sa ma letë voziti se sa me tagra të jashtme. Nuk t'japin respekt fare dhe nëse ki përparësi. Ato me tabla të jashtme. Nëse jenë në tabla tona, jenë gjithmonë ma i respektumë. Po ti kur e di që ke përparësi, pse nuk futesh, nuk shef fare? Sepse zakonisht të funksionojmë këto. Po ku mu futu në kur aj më njerë më futët para meja aty në kolon. Ose në rreth. Nuk bon rreth aj që vjen me hy para teja kur jeti në rreth të kaluhe. Kjo nuk ndonë në Gjermani. Unë e jonë mes rrethit, vjen tjetin nga ona e djath, as nuk qyrë, e me tabelat tuja, futet edhe mdohet të frenoj deri të kalon. Pra të thua që fare s'kan kulturë në komunikacion vendasit këtë rasti pje? Kanë kulturë, po jo të gjithë. Jo, po, sigurisht që jo të gjithë. Nuk mundesh me i po. Zotri, faleminderit shumë. Ju dëshiroj një ditë bukur të mirë, faleminderit për çdo sen. Ju ndëgjojmë çdo herë edhe këtu ku jemi edhe atje ku jemi në Kosovë. Shumë faleminderit. Përshëndes ty edhe gjithë